disa nga gjërat që morëm në TJ Maxx edhe në Marshalls. Morëm këtë Himalayan Salt. Gjeta këto cute straws që janë prej xhami. You bought the slime. Mora këtë si pun kap për të bërë yogurt, sepse ka këtë pjesën sipër këtu. Në mënyrë që të çfarë do ti? Që të vendosësh granola, edhe poshtë të vendosësh frutat edhe kosin bashkë me Morë dhe këtë një të palara. Sa fali. Këto lugët e drurit i mori Aleksi. Këto janë për të vendosur salsa të ndryshme në mënyrë kur ikën në punë për shembull dhe nuk shojnë që të marrë salsë me vete. Janë 6 copë. Mora nga këto containers për të vënë ushimin, 6 copë. Sepse duam që të zhdukem gjitha ato plastiket edhe çdo lloj gjë tjetër. Mora 2 nga këto për ujë për fëmijët. Kjo halva, që është me pistachio, edhe nuk e di nëse është mirë apo jo, po morëm që të provojmë. Dhe shikoni se sa cute që është ky i briku për të vendosur çaj. Edhe Angelo. Dhe gjëja e fundit që morëm pastaj janë edhe këto kontejnerët e tjerë, këto i mora për vete sepse janë mas më të vogël, edhe unë nuk është të marrë shumë ushqime vete, kështu që këto një pantallona Nike për Alesian dhe gjitha këtë bluzën që është silk dhe është shumë e mirë. Mirëmëngjes dhe mirë se keni ardhur në një tjetër video këtu në kanalin tim. Unë jam Bona dhe sot do të kemi një vlog të ri. Përpara se të fillojmë, thjesht doja që të pyesja se si jeni, si keni kaluar këto ditë kaq të ftohta dimri. Nuk e di domethënë, por ky dimër ka qenë kaq i ftohtë sa nuk e merrni dot me mend. Temperaturat kanë qenë nën zero, edhe nuk e di domethënë është e çuditshme. Këthe në Massachusetts temperaturat janë nën zero, kurse në Florida dhe në Australi diku ande besoj që duhet të keni dëgjuar në lajme. Ka erdhur një val e të nxehti ekstrem, domethënë në temperatura 40 e sipër. Edhe nuk e di domethënë, gjithsesi. Sot është ditë e martë edhe unë nuk jam në punë. Pse do thoni ju, për shkak të kushteve ekstreme të motit, ka qenë kaq ftohtë edhe sado që këta dalin domethënë dhe i pastrojnë rrugët, hedhin krip, edhe dalin domethënë shumë shpejt në mëngjes, përsëri nuk është e mundur sepse janë edhe autobusat e shkollës, po ka dhe fëmijë domethënë që janë afër shkollës edhe nuk marrin autobusin ose prindërit nuk i shpihen në makinë, po thjesht ecin, kështu që po. Tani unë do Aleksi iku në punë, sigurisht që posta nuk mbyllet asnjëherë, po që ai iku në punë, unë jam në shtëpi me fëmijët, edhe për drek sot në fakt kisha sa makaronë me meatballs, edhe fëmijët ato do hanë sot, sepse duaj që të merrem me pastinë. Doja t'ju tregoja pak të blerjen time të fundit, që është kjo makineria e kafes, një dashuri e vërtet, është nga kjo firma Nespresso, edhe në fillim erdhi me 10 kapsula nga këto, domethënë për të bërë kafen. E morëm në ulje në fakt, sepse e morëm në Target, kjo ishte diku tek $200, por ne e morëm për 130 edhe është me të vërtet shumë e mirë, kafen e bën super. Mirë, por nuk e di, domethënë nga që nuk jam mësuar, edhe gjithmonë kam pirë kafe me makinerinë tjetër të Keurig. Nuk e di, ka një tjetër shije kjo lloj kafeje. Mbase do mësoj me kalimin e kohës, po që të shikojmë. Edhe këtu kam marrë këto kapsulat që janë të kafe të ndryshme, njëra është për kafe dhe 2 të tjerat janë për espresso. Këtë
mbajtsen e kam marrë në IKEA, po bën shumë kohë në fakt. Edhe mora këtë si bun fjongoj e kështu i sajova të dyja. Kjo në fakt është për të mbajtur këtë brown sugar, edhe kësaj bëra një fjongo të vogël kështu, edhe më pëlqen shumë mënyra se si po krijohet kjo pjesa e my corner coffee, si mund ta them ndryshe. Dua që të marr edhe një kështu mbajtse që të vendos këtu disa filxhan që do të përdor gjithmonë për të bërë kafen. Këtu kam sheqerin edhe kripën, pak mjalt. Kjo është Himalaya salt, nuk e di si quhet ndryshe, dhe pak gjalp, po që më pëlqen shumë. Or what was he saying? When he was born? What do you mean? He was not saying anything. He was a baby. No, like, what do babies say? Babies say nothing. Babies just cry. They cry to show when they make sounds. Baby what? Nina? That's why it works. Këtu përgatita pak brun sepse duaj që të bëj pite për një darkë. Do e le përgati 1 orë tani që të vi mirë. Pasi kam edhe steak këtu që është shaved steak. Të bëjë ca patate të shkushura dhe të bëjë një darkë. Ju blem fëmijëve dje këtë slimy sand quhet, do të thënë ka slime dhe sand brenda. Është për 5+, Angelo e dashuron do të thoja unë, sepse kalon një kohë shumë të gjatë, shumë engaging, do të thënë të mbash të zënë për një kohë shumë të gjatë, sepse në momentin që unë dua të gatuaj ose të bëj diçka, do të thënë thjesht jap këtë edhe mund të luaj vetë, ose është shumë sensory do të thoja unë, por ka një gjë shumë të keqe. Shikoni se si e bën dynjan. Përveç se në tavolinë, edhe mund të shikoni që tavolina mermeri këtu ka marrë ngjyrë, por shqyrë zotit pastrohet. Edhe shiko dhe në tokë si është përhapur kudo. Nuk e di domethënë. Çdo 5 minuta, por çdo 10 minuta, në momentin që Angelo luan, unë duhet ta pastroj këtë se s'bën, sepse ndryshe mermeri me ngjyrë edhe s'ka shans që të pastrohet pastaj. Po gjë e mirë është që luajnë shumë me këtë, edhe në momentin që mbaron punë duhet që ta e pastron vetë. Por sigurisht që nuk më pastroj dot tavolinën ashtu siç e pastroj unë. Kështu që nuk e di domethënë, po është një rëmuj e vërtet. Mëngjes nga një tjetër ditë. Sot është ditë e premte, por gjeni çfarë? Unë përsëri nuk jam në punë. Edhe me këtë ritëm që e kemi nisur, do besoj që do mbaroj shkolla nga fundi i qershorit. Sepse sot është shumë ftohtë, temperaturat janë -1 gradë Fahrenheit, që i bie me Celsius më duket -18 gradë Celsius. Nuk kam shumë e sigurt për këtë, mos gaboj se mos gëjej kot. Po që po, shumë ftohtë, edhe sigurisht që shkollat u mbyllën. Sot nuk e di, thjesht dorim brenda, nuk e di si do ta kalojmë ditën, sepse fëmijët e dini shumë mirë, juve që djemt, sidomos kush ka djem, janë shumë energjik, duan të vrapojnë, të hidhen nëpër divane, normalisht, sepse po në një brenda atë që do bëjnë, s'kan çfarë bëjnë tjetër. Po që në këto kushte atmosferike nuk e se ku shkon, kështu që do mundohemi që të mbijetojmë sot. Tavën, dje bëra një tavë me patate edhe me kopan kapule në furr, kështu që drekën e kam gati edhe jam në rregull për sot. Ky është dhe që tregoja këtë, ky është ai kostumi, po Alesja. After lunch, wait for Rudy. Rudy is working today. It's Friday. But what? oh, It's not Saturday. He works. You have 2 more minutes to watch TV and then we're gonna turn it off, okay? So enjoy. Edhe çfarë po thoja? Isha duke ju treguar këtë kostumin që pleva në Walmart.
Kjo bluza është shumë e lezetshme, sidomos për ngrohtësi, të mbajnë aq ngrohtë sa nuk di, domethënë t'ja u tregoj se sa ngrohtë më mbajnë, sinqerisht. Kjo edhe janë dhe vinë dhe me pantallona me tuta kështu. Kështu që për në shtëpi janë shumë të rehatshme edhe nuk ishin shumë të shtrenjta në fakt, nuk e di, besoj që ja u tregova, kjo bluza ishte diku te $15 edhe pantallonat 15, kështu që i gjithë shkovi diku te $30. Tash do të thoni ju material Walmarti. Po që janë të mira, nuk është se janë keq. Gjithsesi. Kështu, tani le të ikim të bëjmë një punë, duke qenë se kemi 3 ditë pushim edhe ta shfrytëzoj këtë kohë. Për të bërë punë shtëpie, për të pastruar sa më mirë, kështu që shpresoj që edhe juve të motivoheni bashkë me mua. Dhe po, këtë që do bëjmë sot. I'm brushing my teeth. Do bëj një kafe tani, sepse nuk mundemi do të I need batteries. Why are you eating that? You're toothbrushing. mos kur jemi në shtëpi. E pa Cheetos. the brown sugar. Mama është më i viri, po. Lunch the Cheetos. Është mbasi sa. Oh, my phone. Hello. I'm gonna get my Kam marrë edhe këto kapsulat. Këto janë 3 të ndryshme, njëra është për kafe, njëra është për espresso dhe tjetra është pak më e madhe, domethënë. Edhe unë kam gjetur këtë që është I ate my phone. Kjo që është në ngjyrë kështu si My phone. Në ngjyrë portokalli, edhe është quhet Colombia dhe është shumë e mirë në shije. You're outside. It's a tornado. It'll suck you up. I'm a snake and I control. Go. Whoa, the tornado is fun. Ooh, yeah. Grapes. Go, Angelo. Come on. Ullu poshtë. Then come on this side. Dance now. So, Prit, go, lëviz një çik. Shpirt. Mishin që në mëngjes edhe e shkriva. Tani po mendoj që do ishte diskushja në fakt, por nuk e di. Tani po mendoj që t'i ve thjesht në furrë. Do t'i bëj një salcë këtu ku kam hedhur vaj ulliri, besoj do hedh pak limon, piper të zi, pak piper rigon, edhe ca erëza të tjera që kam aty dhe po mendoj që ta fus në furrë, sepse do të bëhet më avash edhe do të bëhet më mirë, mendoj unë. Të shikojmë tani sa i mirë do dali, po që këtë që do bëj tani. Ja ku e përgatita edhe mishin, ato erëzat që kisha këtu i përvalin të gjitha. Edhe tani do të fut në furrë për gati 1 orë, ose nuk e di se sa do duan që të bëhen, sepse ky mish është goxha i trash në fakt. Shpresoj që të jetë mirë edhe besoj që do e shoqëroj me patate të skuqura ose mbase të bëjmë mashed potato më mirë për në darkë për mua dhe për Aleksin, sepse mbase dhe Angelo ha, po Aleksin nuk e ka qef mishin, kështu që po, këtë do bëjmë për darkë sot, thjesht do e fus në furrë tani edhe do presim që të bëhet. Po mendoj që do bëja atë çajin e famshëm që kam parë në shumë receta në Pinterest dhe që bëhet me portokall, ajo ka dhe shek, po shek nuk kam sot, kështu që do bëj me këto që më ndodhen. Portokall, lështrydhe, manafera të kuqe, manafera të zeza, pak kanellë të thatë edhe karanfil.
kemi edhe këtë i brekun e famshëm që është shumë i mirë, e mora në TJ Maxx. Edhe të shikojmë se si do na dalë. Çfarë mëngjesi im sot ishte kaotik, por çfarë ka drejt do thoni ju këtu, sepse tashmë e dim që fëmijët e vegjël ngrehem shumë shpejt në mëngjes. Nuk e di, por Angela ishte goxha i bllokuar edhe kërkonte që të shkonte në banjë dhe të zhbllokoja hundët, sepse me vërtet që nuk po merrte dot frym tamam ashtu siç duhej. Kështu që po, kështu kemi nisur mëngjesin që në orën 6 të mëngjesit, edhe pastaj u ngrita për mëngjesin për fëmijët, sigurisht nuk i mora dot me vete sepse dua që mëngjeseve t'ju kushtohen fëmijëve të flasin bashk. Nuk e di si është për ju vetëm po që unë kur ngrem në mëngjes dhe bëj gati mëngjesin, fëmijët të ri nuk uzhin me mua, ndërkohë që unë gatuaj edhe flasim me njëri tjetrin. Gjithsesi, mbarua mëngjesin dhe pastaj fillova përsëri duke pastruar, domethënë punët për ne mamat janë pafund. Edhe po i thoja vetes, po mendoja me veten time domethënë që ja përsëri njëti avaz. Është e shtunë, Alexi do të ikë në punë, edhe unë jam me fëmijët. Përsëri njëti avaz, domethënë duke pastruar, duke bërë këtë, atë punë pafund, por pastaj i rikujtova vetes time për disa të herë që sa i lumtur jam që kam fëmijë të vegjël, edhe i rikujtova vetes që këto ditë që jemi tani me lodra nëpër këmbë, me rëmuja pafund, do të më mungojnë shumë. Isha duke parë dje fotot e fëmijëve edhe në disa momente po thoya që sa fare kemi qenë që kur fëmijët kërkonin diçka neve thoshim jo, se për shembull Angela kërkonte gjithmonë që të vishte, kishte një palë çizma që i vishte gjithmonë, ja kishte bërë mami time dhe ishin çizma shiu, edhe ai kishte kaq shumë qejf, ishte me baby shark dhe i deshte t'i vishte nëpër shtëpi. Dhe ne i thoshim jo, se çizmat janë për jashtë, apo ishte baby edhe i kishte kaq shumë qejf. Gjithsesi janë këto gjëra të vogla, domethënë që ne prindrit në ato momente i mendojmë që sikur janë gjëra duhet t'i disiplinojmë, duhet të bëjmë këtë, atë, dhe nuk po them, sigurisht që duhet t'i disiplinojmë, por duhet që t'i ruajmë jot tona për gjëra më të mëdha, se sa për këto gjëra, domethënë këto vogëlsira. Edhe e gjithsesi isha te kjo pika, domethënë që i rikujtova vetes time se sa me fat jam, që kam të fëmijë akoma të vegjël, që kam mundësi të përjetoj fëmijërinë e tyre, ta shijoj, sepse ndonjëherë thjesht harrojmë, bijem në atë rutinën tonë edhe nuk është se e shijojmë ashtu siç duhet, por që kjo është një rikujtesë super mua që jam mami, edhe për të gjitha mamat aty jashtë që më ndjekin nëpërmjet kësaj kamere të vogle, t'ju rikujtoja që shijoni fëmijët tuaj të vegjël, sepse ashtu siç është era e parë e tyre për të qenë fëmijë, ashtu është era jote edhe e parë për të qenë nën. Ashtu si ata po mësojnë që të bëjnë gjëra të reja, gjëra që ju vijnë ditë pas dite, ashtu po mësojmë edhe ne që të jemi nëna edhe si të emocionet tona. Thjesht thash, merremi me rutinë, ngatrohemi në rutinën tonë të përditshme edhe nuk është se e vlerësojmë shumë, e marrim për të mirë qenë atë që kemi, por nuk është kështu njerëz, duhet ta vlerësojmë sepse janë gjërat e vogla ato që kanë më shumë rëndësi. Ne le të ikim që të bëjmë punën sepse kam një mal me punë për të bërë. Edhe sot është e shtunë, kështu që e shtuna është dita e punëve të shtëpisë. Le të ikim. Angela. Check up, baby. You mërzitur? Shikoj mami një qik të? Ngrihe kokën? Ngrihe kokën. Këtu sepse doja që të tregoja pak të bluzën që mora në TJ Maxx. Jo tregova pak atë ditë që erdhe nga supermarketi,
nga supermarketi nga TJ Maxx, por që ishte natë edhe nuk arrita dot që ta vishje dhe t'ja tregoja ashtu siç duhej. Por është kjo këtu, edhe vjen anash me këtë si pun llastiku, domethënë që mblidhet. Ky materiali është shumë i mirë, edhe nuk e di çfarë firme është kjo në fakt. Whoa, It's a bobo stick. What is that? Bobo stick. Bobo stick? Bobo stick. Pobo? Yeah, Nice. it's a bobo stick. Mirë shpesht. I know how to make bobo sticks. Okay. Kjo firma është nga Pink Rose edhe është silky, është extra small në fakt, kur mendova që ishte small, po që mirë do ishte të kishte qenë small në fakt. Edhe kjo është për të veshur me streqe ose me një pal, mund ta veshësh edhe me jeanse në fakt, nuk është se vetëm me streqe, po do ta provoj dhe t'ju tregoj se si ri në trup. Megjithëse kjo është goxha e holl, edhe me këtë kohë që kemi neve këtu në Massachusetts, i bie që mund ta vesh këtë ende nga qershori. Se për tani s'bët fjalë mund ta veshësh. Gjithsesi do e provoj dhe shikoni se si ri. Okej, ja ku është edhe bluza. Sigurisht që kjo duhet veshur me pantallona me perti gjatë ose me jeanse me perti gjatë siç janë këto, sepse është goxha e shkurtër edhe pjesa e elastikut këtu e mbledh më shumë, mund të dali barku, domethënë kur që mund ta veshësh gjatë verës. Po që materiali është shumë i mirë edhe nuk po ja tregoj këtë sepse po kam në një bashkëpunim me TJ Maxx ose gjëra të tilla, thjesht ju tregoj ato gjëra që mua më pëlqejnë edhe që me të vërtetë janë material i mirë. Do doja shumë që të kisha një bashkëpunim me TJ Maxx sepse ai është dyqani im i preferuar këtu. Por që jo, s'ka për ndodhur kur. Gjithsesi, kjo është bluza dhe ngjyra është super e bukur. Se unë në fakt nuk i kam shumë qef ngjyrën kafe, por që kjo është një kafe kështu, kafe e pjekur, shumë e lezetshme. Edhe ja se si ri në trup. Dhe një gjë tjetër që doja të tregoja është ky lip tint që kam marrë nga këtë e mora në Walmart. Edhe firma është Holler Baby Tint. The flavor është berry scented lip and është edhe për mollzat në fakt. Dhe këtë kam vënë tani. Shikoni se sa bukur që ri. Nëse doni që ta mbani kështu mat, të tjerë domethënë që të ri i thatë, thjesht mund ta vendosni në buzë dhe shikoni. Ja provoj domethënë që nuk lësh fare shenjë. Dora ime është komplet e pastër. Edhe buzët janë të thata dhe ngjyra qëndron gjatë gjithë kohës tek buzët. Nëse dëshironi domethënë që të shkëlqejnë, mund të thjesht mund vendosni pak chapstick që t'i hidratoni buzët ose mund të vendosni pak lip gloss. Po që është shumë i mirë. Unë porosita edhe një tjetër në Amazon, një ngjyrë tjetër, kështu si vjen si një ngjyrë pjeshke në fakt. Edhe më pëlqen shumë sepse unë nuk jam nga ata persona domethënë që më pëlqejnë këto lip glosset. I dua buzët që të rinë kështu, që të duken pak jo të thata, por nuk e di, thjesht kam qejf buzëkuqe këto lloj që rinë kështu në buzë, domethënë nuk janë. Po që edhe nuk ishte e shtrenjtë, ishte vetëm për $5, po që është super e mirë. Ja kjo këtu. Nëse dëshironi mund ta bëni screenshot. Edhe besoj që mund ta gjeni edhe në Target. Besoj do ta kenë dhe aty. Gjithsesi, këto ishin numri gjëra që duhet të tregoja edhe kaq. Mirëmëngjes, dhe tjetër. Ne jemi dalë, kështu që do të pishëm, besha këto jeanset. Kjo ngjyra e këtyre jeanseve nuk më mërzitet asnjëherë. Alessia, Angela! Edhe gjithashtu do të vesh tek këtë bluzën që ju tregova atje, por sigurisht me një pellush sipër, sepse në këtë temperaturë është ekstremisht edhe bluzën. Dhe ti kishe të bëj pak make-up shumë të thjeshtë sepse nuk kam bërë asgjë në fytyrë, thjesht ujë dhe sapun. Ja ku bëm edhe një make-up super shpejt sepse duhet që t'i iknim edhe kemi erdhur që të blejmë disa krevate për fëmijët.
I morëm kravatet e tani kemi ndaluar në një gas station këtu sepse na duhet që të mbushim makinën edhe do të marrim edhe nga një kafe sepse nuk pata kohë që do të bëja gati në mëngjes, pasi i kam shumë shpejt edhe pastaj nuk e di, mbase do shkojmë që të ham ndonjë gjë ose thjesht do shkojmë në shtëpi të shikojmë dobën. Marrëm edhe 2 cappuccino. Unë gjithmonë e marr vetëm me një sheqer sepse nuk e di, thjesht është shumë e ëmbël më vonë, një për mua dhe një për Aleksin, të dy e marrë njësoj. E tani nuk e di, mbase do ikim në shtëpi, për një çka. Ja, dhe kravatet I morëm edhe tani po i pastrojmë pak në mënyrë që t'i montojmë. Këto janë kokat, shikoni se sa të bukura që janë. Është kjo pjesa kështu me këtë dizajnin, shumë të lezetshëm, edhe kjo pjesa e kokës këtu. Pastaj këtu janë drasa që vendosen aty tek pjesa e poshtme. Edhe do t'i ndërtojmë pak më vonë. Dy shekët nuk I kemi akoma. Kështu që do I blejmë gjërat avash dhe ta kompletojmë, ta ribëjmë dhomën e fëmijëve. I know. Po. Nuk e di. Shikojmë si duken. Stop, oh my god. Ja ku jemi përsëri në makinë njerëz. Unë tani duhet ikë të marr ushimet e javës, por që duhet pres pak këtu sa të ngrohet makina, sepse makina ime ka 3 ditë që nuk është ndezur, që të premte që unë nuk I ka në punë. Sot e diel, edhe duhet ta le pak sepse nuk I bën mirë më tha Aleksi që ta ndezër direkt, domethënë ti ikësh. Kështu që këtë punë po pitanim, duhet që t'i ikë në supermarket, të marr ushimet edhe pastaj të kthejmë Aleksin në rash në shtëpi bashkë me fëmijët. Edhe bëra një kafe këtu me atë të ekspresit. Tani e di po u mësova me atë sepse në fillim kisha shumë problem, nuk kisha qef fare. Kurse tani avash po mësojmë dhe po më pëlqen shumë. Kështu që po mora këtë që ta pi rrugës për në supermarket. Edhe le të ikim të marrim gjërat që na duhen. Edhe mbase nga e mërkura do postoj këtë vlogun sepse dua që të e di që kam lënë shumë pasdore, por sepse nuk kam pasur edhe shumë kohë në fakt që të postoj edhe të bëj gjëra të bukura në mënyrë që edhe juve t'i shikoni, por thash kam qenë shumë e zënë me punë, me fëmijët, me të gjitha. Edhe prandaj por që dua të rikthehen çdo të mërkurë ashtu siç ka bërë edhe herët e tjera. Çdo të mërkurë që të postoj video. Sa keq më bie ky dielli tani. Oh my god. Anyway, jam me syze të rregullojmë punën. Edhe siç po thoja, dua që të rikthehen çdo të mërkurë me video. Video që ju keni qef, vlog në të përditshmërisë. Dhe shpresoj që edhe numri I subscriberëve të rritet. Edhe të kënaqemi të gjithë bashkë, sepse tani ne jemi akoma në periudhën e dimrit, sepse siç e kam thënë, temperaturat janë akoma shumë të ulta, janë në 0. Edhe sot është harova që t'ju uroja domethënë, sepse sot është dita e parë e muajit shkurt. Do doja që të uroja një muaj sa më të mbar, të keni sa më shumë shëndet, sa më të bëni sa më shumë gjëra të bukura, sa më shumë udhëtime, sepse unë jam një nga ata persona që I pëlqejnë shumë aventurat edhe më pëlqejnë shumë udhëtimet, sidomos udhëtimet me makinë. Edhe sot në mëngjes kur ikëm me Aleksin, domethënë që të merrnim kravatet e fëmijëve, ai vendi ku shkuam morëm ishte gati 1 orë larg. Edhe nuk e di po unë kam shumë qef në sekondë se këtu është kjo po kalonte një makinë zjarfikse edhe kur kaloj këtë gjërë qoftë zjarfikse, qoftë ambulancë ose makinë policie, du të kalosh patjetër makinën sepse edhe mund të jesh rrezik aksidenti, por nuk e di, kështu janë rregullat. Gjithsesi, po flisja për udhëtimet.
Po thaj që po ikrim me Aleksin gati 1 orë larg edhe thjesht unë më shumë shijoj rrugën kur shkoj në udhëtime se sa udhëtimin vet. Shijoj atë momentin domethënë kur jemi të gjithë në makinë, kur shkojmë ndalojmë për në një kafe ose në një snack, ato muhabetet tona të vogla, domethënë planet që bëjmë për muajt për më vonë. Edhe shijoj shumë, edhe kur shkuam me fëmijët dhe me Aleksin, me të vërtetë që u kënaqem shumë. Na vinte da i diellin në makinë kështu edhe nuk e di po ne të dy edhe unë dhe Aleksi jemi persona domethënë që na pëlqen shumë koha e ngrohtë, kur sheh njëri që nuk pëlqen po thjesht jemi persona që në momentin që shikojmë diell na hipën një kështu dëshirë e madhe për të bërë gjëra, për të dalë jashtë edhe thjesht na ndryshon komplet gjendja emocionale. Kështu që po këto gjëra kemi bërë tani, thjesht doja që të bëj një si pun update se çfarë ka ndodhur këto ditë të fundit, megjithëse kemi folur, nuk është se kemi folur, por që po, tani le të ikim në supermarket, unë jam rrugës të marr ushqimet që më duhen edhe pastaj u bëj në një supermarket haul kur të shkoj në shtëpi, nuk e di se si do e gjendja sepse kemi bërë një rëmuj të madhe aty te shtëpia, siç edhe ja tregova pak më përpara me krevatet, sepse duam që të ribëjmë dhomën e fëmijëve, prandaj dhe ju blejmë krevate të reja. Edhe nuk e di sa kohë do kem domethënë që t'i flas. Po që gjithsesi po të kem e di vetëm që juve i keni qef këto gjëra edhe dua që t'i marrë me veten gjithmonë. Kështu. Flasim pak më vonë.